Personi i cili ngarkohet me akt akuz të nxitjes së fatkeqësisë me pasoja fatale vrasje, për momentin ndodhet në arrest shtëpiak për çka me të dëgjuar, familja e viktimës ka reaguar ashpër, duke mos u pajtuar me këtë vendim, të cilin e cilësojnë si absurd. Sipas familjarëve është akoma herët që gjykata të sjellë një vendim të tillë dhe ata dyshojnë se bëhet fjalë për diçka subjektive. Akuza e personit në fjalë është nxitës i një fatkeqësie e cila përfundon fatalisht. Përfundon me vdekjen e lartë Ademit 10 muaj e 18 ditë. Ndërsa në prokurori më thanë se nuk ka argumente se ai ka thënë mbaje ose qelloje me thik ose atë. Nuk e di cilat janë argumentet më të mëdha. Ai i thot dikujt çka po më shikon dhe është i armatosur. Djali im nuk ka pas në xhep asgjë. Ademi njëkohësisht ka apeluar që prindërit dhe organet e sigurimit të jenë me sy hapur dhe të punojnë në parandalimin e rasteve të këtilla. Unë besoj se drejtësia në mashteri nuk do ta bën këtë gabim fatal dhe fajtorëve do t'u jep dënimin e merituar që ne ta kemi shpirtin të qetë. Nga se çdo lesim apo çdo anashkalim i drejtësisë do të ishte shtim i dhimbjes sime dhe të familjes sime. Personi i cili për momentin është në arrest shtëpiak, vendin e ka prapat grilav e jo në shtëpi, të lumë PlayStation ose të rinë me prindët e vetë e unë të qaj të natën me bashkëshortën time. Nëse nuk ndërmerret diçka më konkrete për kthimin e Nedim Dërnjanit në paraburgim, Sami Ademi dhe familjarët e tij thonë se do të kërkojnë drejtësinë edhe në instanca më të larta vendore dhe ndërkombëtare. Përndryshe i akuzuari tjetër, i cili ngarkohet me veprën penale vrasje, ndodhet në paraburgim.